Dushi në mëngjes apo në mbrëmje mbetet një nga debatet më të zakonshme kur bëhet fjalë për rutinën e përditshme të higjienës. Ndërsa shumë njerëz preferojnë të nisin ditën të freskët, të tjerë zgjedhin të lajnë lodhjen dhe papastërtitë para gjumit. Sipas ekspertëve të mikrobiologjisë, të dyja alternativat kanë përfitimet e tyre, por dushi i mëngjesit mund të ofrojë disa avantazhe shtesë për freskinë dhe higjienën gjatë ditës. Gjatë natës, trupi vazhdon të djersi dhe në sipërfaqen e lëkurës grumbullohen baktere, qeliza të vdekura dhe yndyrë natyrale. Një dush në mëngjes ndihmon në largimin e këtyre elementeve, duke reduktuar erërat e pakëndshme dhe duke krijuar ndjesi më të madhe pastërtie. Nga ana tjetër, dushi në mbrëmje largon pluhurin, ndocit dhe alergjenët e mbledhur gjatë ditës, duke kontribuar në një ambient më të pastër gjumi. Megjithatë, ai nuk e eliminon plotësisht djersitjen dhe proceset natyrale që ndodhin gjatë natës. Ekspertët theksojnë se përtej kohës së dushit, rëndësi të veçantë ka edhe mirëmbajtja e pastërtisë së çarçafëve dhe këllëfëve të jastëkëve. Larja e tyre e rregullt ndihmon në uljen e baktereve, alergjenëve dhe papastërtive që mund të ndikojnë në shëndetin e lëkurës dhe cilësinë e gjumit. Në fund, zgjedhja mes dushit në mëngjes apo në mbrëmje mbetet personale. Por shkenca sugjeron se dushi i mëngjesit mund të ofrojë një avantazh të vogël për freski më të madhe gjatë ditës.